Në orën 17 do të filloj protesta gjithëkombëtare. Unë jam UÇK këtu në Tiranë. Derisa po qëndrojmë këtu, po shohim disa qytetarë të veshur me simbolet e UÇK-s, të cilët po kërkojnë lirimin sa më të shpejtë të ish-krerëve të UÇK-s që po gjykohen në Hag. Protesta është organizuar nga Organizata e Veteranëve të UÇK-s dhe ka mbledhur pjesëmarrës nga trojet shqiptare për të dënuar atë që e quajnë një proces të padrejtë kundër luftës çlirimtare. Kujtojmë se kjo protestë vjen pas asaj të mbajtur në Prishtinë në gusht dhe asaj në Hag në shtator. Një protestë e ngjashme është paralajmëruar gjithashtu edhe në Shkup. A mundesh me na u prezantu? Unë quhem Adem Kadrijaj, nga fshati Krajisht, komuna Lipjonit, Kosovë. A keni ardhur këtu për protestë? Po, kemi ardhur për protestë për përkrahjen e çlirimtarëve në Hag, që po ju bëhet padrejtësi. Në rregull, çka ju ka motivuar për me ardhur nga Lipjani, domethënë këtu në Shqipëri? Sigurisht në ka motivu gjendja e tyre, siç është atje. Prandaj na duhet patjetër të përkrahemi. Kjo. A keni marrë pjesë edhe në protestën në Kosovë që është mbajtur? Po. A do të mbani pjesë edhe në Shkup? Po sigurisht. Faleminderit shumë. Menderit A mundesh me na u prezantu dhe prej cilit vend keni ardhur? Unë jam Valdren Kryezio, vi prej fshatin Leçan, komuna Malishevës. Çka ju ka motivuar që të merrni pjesë në këtë protestë? Kena orë këtu me tregu krejt Evropës që duhet sa më shpejt me çu çlirimtarët, që po bëhen padrejtësisht në tribunalin e Hagës. A keni marrë pjesë në protesta të tjera? Po, rregullisht. Deri të lirohen. Deri të lirohen, domethënë jeni i gatshëm të merrni pjesë. Ata janë kohë të gatshëm me jap jetën për liri, na mos me kohë të gatshëm më mbledh tonë me dalë me përkrah në kësi të bime. Faleminderit shumë. I cilit vend keni ardhur? Prej Vushtrije. Keni ardhur për protestën? Kemi marrë familjarisht, 13 persona, në përkrahjen e çlirimtarëve. Hashim Thoçit, Kadri Veselit, Recep Selimit, Jakub Krasniqit, mbase gjithë ato padrejtësi që janë të ju bë, qysh prej vitit 2001, njëherë akt akuzën ka pasur prej tribunalit Hagës, tani gjykatat e Unmikut, gjykatat e Uleksit, gjitha janë deklaruar. Domethënë përjashtim gjykatës ndërkombëtare tribunalit Hagës, ajo ka shpoll pafajshëm, kurse ju e ndini edhe rastin Drenica që janë dënuar çlirimtarë me fakte të rreme, gjithashtu edhe tash që po na dënohen çlirimtarët, është shumë një padrejtësi e madhe. A merrni pjesë rregullisht në protestë? Rregullisht jemi përkrahje çlirimtarëve, se fal Zotit edhe aty në sot Kosova e gëzon lirinë. Fal Zotit edhe aty në sot fëmijët tonë jetojnë lirshëm. Fal Zotit edhe aty në sot Kosova ka policinë e vet, ushtrinë e vet. Kemi rrit standarde me tonë evropiane në Kosovë, me infrastrukturë, me gjitha, edhe fal tyne jemi sot ku jemi këtu. Faleminderit. Menderit qofsh. Përshëndetje. A mundesh 2-3 fjalë për protestën që do mbahet nga ora 17? Po, uroj dhe shpresoj gjatë gjithë ditës jam lutë që kjo të jetë protesta e fundit dhe krerët të ushtrisë shqiptare të Kosovës të kthehen në Kosovë, kryelartë dhe krenar për gjithë historinë e tyre dhe luftën që e kanë bërë për shirimin e vendit. Uroj që kjo protestë të jetë sa më masive sot, për çka shfrytëzoj rastin ju bë thirrje të gjithë atyre që e shohin këtë video, që të jenë sot në sheshin Skënderbeu në Tiranë, sepse vërtet është kulmi i padrejtësisë që po bëhet në Hag, dhe uroj e shpresoj që kjo protestë ta dërgoj mesazhin e qartë aty ku duhet dhe mos kemi më nevojë që të bëjmë protesta për të drejtën tonë elementare për të qenë të lirë. Ju faleminderit shumë.
O mirë dita, ju përshëndes dhe ju uroj mirë se ardheni këtu në Tiranë. Unë jam Maliq Doçi, kam patur gradën e kolonelit në ushtrinë shqiptare dhe jam bashkangjit ushtrisë shqiptare të Kosovës që në vitin 1997 deri në çlirimin e Kosovës. Kam dalë sot këtu të protestoj për drejtësi. Pasi ne jemi të bindur që ata drejtues tanë janë mëset pafajshëm dhe po mbahen padrejtësisht nga gjykata speciale në Hagë. Shpresoj që tubimi të kaloj mirë, ne gjërat i kemi bërë mirë ne, dhe ne ashtu si që ditëm të bashkoheshim në luftën për liri, do bashkohemi dhe sot në një tubim paqësor për t'i treguar Europës dhe botës që jemi të bashkuar dhe kërkojmë liri dhe drejtësi. UÇK-ja dhe ne nuk i kemi hyrë hak askujt. Dhe padrejtësisht edhe sot e kësaj dite ish udhëheqësit tanë po mbajnë padrejtësisht. E them këtë me bindje pasi unë kam drejtuar njësi operacionale gjatë luftës UÇK-s, në fund kam qenë në operacionin Shigjetan në Pashtrik dhe unë kam marrë nga këta leadership, kam marrë urdhra dhe detyra dhe ato urdhra dhe detyra kanë qenë jashtëzakonisht konform ligjeve dhe konventave ndërkombëtare. Dhe prandaj jemi dhe të ndinjuar. Shpresojmë që dhe ky tubim të ndikojë sadopak për lirinë e ish udhëheqësve tanë. Ju faleminderit shumë.